Mbi 150 km të bregdetit të Adriatikut, nga një total prej 270 gjithsej, janë goditur nga fenomeni i erozionit. Episodet tronditse janë ato si një pyll i mbrojtur me pisha u shkatrua, vilat e pajisura si kioska plazhi u fshin dhe ishulli që austriakët ja kushtuan Franz Josefit të parë u zhduk. Ndryshimi i klimës dhe ndërtimi i egër nga hiperturizmi po kthehet në një përzierje vdekjeprurse, shkruan gazeta italiane La Repubblica. Nga Velipoja, ku forca e valëve po shndërrojnë në hi një pyll me pisha shekullore, deri në Golem, ku cimentimi po përshpejton erozionin, bregdeti shqiptar po vuan keq. Është faj një përzierje vdekjeprurse që shton ngrohjen globale dhe urbanizimin kaotik nga mbi turizmi. Rritja e nivelit të detit po ndikon në të gjithë planetin. Sipas NASA-s, nga viti 1993 deri në vitin 2023, niveli mesatar i detit në tokë është rritur me 10 cm. Në Shqipëri, ku turizmi ka shpërthyer nga 5.9 milion vizitorë në vitin 2018 në mbi 10 milion në vitin 2023, përhapja e hoteleve, restoranteve dhe bareve në plazh po shkakton pasoja edhe në natyrë. Nga 273 km vijë bregdetare që laget nga deti Adriatik, 154 janë të prekura nga erozioni, deklaron Besiana Shehu, një specialiste e planifikimit urban për Agence France Presse. Në Velipoj, në veriun e largët të vendit, deti përparon me më shumë se 5 metra çdo vit dhe futet më shumë se 200 metra në pyll, duke kërcënuar një ekosistem të tërë që nuk mund të mbjetojë në ujë të kripur. Në bregdet, pishat mezi po e rezistojnë agresivitetit të valëve, dhjetra trunjë pemësh shtrihen të bllokuara në rër, disa të braktisura pas tuhive të dhunshme të ditëve të fundit të prillit. Ishulli i zbuluar nga hartografët e perandorisë. Edhe pse ishulli Franz Josef në glykderdhjen e lumit Buna ekziston ende në gujda turistike dhe në harta, që nga viti 2012 ai është zhdukur pasi është gëlltitur nga deti. I emërtuar nga hartografët austriak në vitin 1870, për nder të ish perandorit, ishulli ishte rezultati i depozitave pjellore aluviale 150 metra larg bregdetit. 19.5 hektarët e saj ishin të mbuluara me pyje dhe bimësi të egër, një parajs për shumë lloje zogjsh deti, një stre paqe edhe për ne. E zhdukur plotësisht, thot Lule Coli, menaxhere e një bari të vogël në plazh. Ishulli u zhduk gradualisht, viktime rritjes së nivelit të ujit dhe erozionit. Por ndërtimi i digave dhe i hidrocentraleve në rajon rezultoi të ishte një faktor vendimtar i cili përshpejtoi zhdukjen e tij, thekson Ervis Krymi, profesor i gjeografisë. Banorët e Kunes, disa kilometra më në jug, janë gjithashtu të shqetësuar. Vit pas viti, stuhi detare shumohen dhe bregdeti tani i ngjan një varreze pemësh. Për shkak të ndryshimeve klimatike në vitet e fundit, deti është bërë shumë agresiv, duke përparuar drejt tokës me një ritëm frenetik. Paralajmëron Jak Gjini, një ekspert mjedisor nga Lezhë. Të përpirë nga valët, bunkerët e ndërtuar përgjatë bregdetit nga diktatura komuniste shqiptare në vitet 1970 janë zhdukur. Kjo ka zhvendosur edhe baret e vogla buzdetit që menaxhohen nga familjet vendase. Forca e detit ishte e tillë që edhe thasët e mbushur me rër nuk kishin asnjë vlerë. Bunkerët e fundosur të regjimit. Këtu dikur kishte 2 bunkerë, tani janë në ujë. Deti po vjen dhe do të na marrë gjithçka brenda 4 ose 5 vitesh. Nuk do të mbetet asgjë, thot Vera Fasliaj, e cila drejton një restorant të vogël të quajtur Poseidon. Ajo e thot këtë me një zë të dridhur, sikur shpreson që perëndia greke e detit do ta mbrojë. Autoritetet shqiptare thonë se rritja e nivelit të detit përbën rreziqe serioze për mbytjesh për shumicën e zonave urbane të vendit. Në total, deri në vitin 2030, afërsisht pak më shumë se 1000 km2 ose 32% e sipërfaqes së habitatit bregdetar do të vuajë pasojat e drejtpërdrejta të përmbytjeve, vlerëson Agjencia e Emergjencave Civile. Në Golem, 49 km në jug-perëndim të Tiranës, pronarët e hoteleve janë të shqetësuar për indiferencën e autoriteteve për të gjetur zgjidhje dhe për të ndaluar urbanizimin e pakontrolluar në bregdet. Deti mezi pret që autoritetet të zgjohen, ankohet Edvin Dule, menaxher hoteli. Gjatë 16 viteve të fundit, plazhi ka humbur rreth 70 metra vijë bregdetare. Shumë fishi i hoteleve e ka përkeqësuar më tej erozionin dhe po zvoglon rërën në të cilën mbështetet për të tërhequr turistët,
Është një fenomen shumë shqetësues që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe në turizëm. Nëse nuk arrijmë të ofrojmë kushte, çadra, shezlongje, aktivitete në plazh, ne ulim cilësinë e ofertës tonë, e cila më pas përkthehet në shifra, përfundon Dule. Ndërkohë, këtu mbyllet edhe shkrimi i gazetës italiane La Repubblica. Megjithatë, gjatë këtij viti, kryeministri Rama ka vizituar shpesh nga afër Bregdetin e Durrësit dhe ka bërë të ditur se janë marrë masa konkrete për zgjerimin e hapësirës bregdetare dhe mbrojtjen e zonës bregdetare nga ky erozion.